Të nderuar kryesues të seancës, Lëvizja Vendosje sërish e propozon zonjën Albulina Haxhiu për kryetare të kuvendit. Edhe të martën, emri i saj pritet që të propozohet në këtë fëltore. TV1 merr vesh nga burimet që për herë të gjashtë, Lëvizja Vetëvendosje do e hedhë emrin e Albulina Haxhiut për kryetare të kuvendit para deputetëve. Ky veprim i partisë fituese të zgjedhjeve të 9 shkurtit, sipas profesorit universitar Avdis Smajler, do të ketë epilog të njëjtë sikurse herët e kaluara. Madje ai thotë që bllokimi i konstituimit të kuvendit po i konvenon vetëvendosjes. Si duket, vetëvendosja nuk i ka mjaftueshëm numrat dhe po përpiqet që t'ju bëj presion partive opozitare, ndoshta ato një ditë mund të lodhen dhe siç u dorëzuan me raportin që votuan për mandatet në kuvend, ndoshta një ditë mund ta votojnë edhe kandidatën e propozuar nga vetëvendosja. Mirpo Smajler thotë se me mosvotimin e Haxhiut, edhe partitë opozitare kanë një qëllim. Ja duke përdorur këtë si mundësi për t'i ulë mbështetjen që ka aktualisht vetëvendosja, sepse ka një reagim popullor, dhe thoja, në mbar shoqërinë të papranueshëm me mënyrën se si aktualisht partitë po e konsiderojnë kuvendin, që aktualisht mund të themi kuvendi është pothuajse i uzurpuar, është i marrur peng nga partitë politike, gjithsesi nga deputetët, të cilët nuk po lejojnë që të konstituohet dhe të fillojë funksionimin as kuvendi, po edhe qeveria që do të vijë pastaj pas kuvendit. Kush është kundër? Kandidaturën e Albulina Haxhiut e kanë kundërshtuar kategorikisht partitë opozitare. Qëndrimi i tyre është i njëjtë derisa të ndërrohet kandidati. Të martën e 29 prillit pritet të mbahet vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës për herën e 8.